Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Partia Socialiste kryeson me 52.14% të votave. Alianca për Shqipërinë Madhështore ka 34.43%, por së tretë politike është Nisma Shqipëria bëhet me 3.5%. Sipas rezultatit paraprak, Partia Socialiste merr 82 deputet, Partia Demokratike 52, Partia Social-Demokrate 3 dhe Mundësia Nisma Shqipëria bëhet dhe Lëvizja Bashk në 1 mandat. Përfundon procesi numërimit të votave në qarkun e Elbasanit. Partia Socialiste arriti të sigurojë 60.5% të votave nga 29.3% Partisë Demokratike me aleatët. Me këtë rezultat, shumica e qeverisë garanton 10 mandate kundrejt 4 të demokratëve me koalicionin Shqipëria Madhështore. Nisma Shqipëria bëhet është renditur e treta, por pa arritur të fitojë ndonjë mandat. Edhe në qarkun e Korçës, socialistët morën mbështetjen e më shumë se 50% të votuesve. Sipas të dhënave të publikuara në faqen zyrtare të KQZ-s, Partia Socialiste e Shqipërisë siguroi 57.000 vota ose rreth 54.33%. Koalicioni Partia Demokratike, Alianca për Shqipërinë Madhështore, rreth 36.000 vota ose 34.57%. Me këtë rezultat, socialistët arrin të marrin 6 mandate kundrejt 4 të demokratëve. Socialistët arrin të marrin 8 nga 12 mandate në qarkun e Vlorës. Pas përfundimit të procesit të numërimit të votave, Partia Demokratike me aleatët është forca e dytë me 26.62% të votave, ndërsa socialistët arrin të marrin rreth 58.72% të votave. Fitoria e socialistëve dhe në qarkun e Dibrës është komentuar si historike nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Blendi Klosi. Si drejtuesi politik i qarkut, Klosi tha se është votuar jo thjesht për premtimet, por për projekte dhe punën realizuar në 12 vjet qeverisje. Pas 12 vjetësh nuk votohesh për ato që premton, votohesh për ato që ke bërë. Dhe votohesh për ato që mbi ato çfarë ke bërë, çfarë premton të bësh për të ardhmen. Ndërsa nuk kanë munguar dhe kritika ndaj demokratëve për një përpjekje për të rritur tensionet. Vizioni jonë Shqipëria 2030 triumfoi mbi vizionin e partive kundërshtare, që në fund ashtu ditatuar tani që kush ishte fjalia ose mesazhi politik i Partisë Madhështore. Vetëm që jemi madhështor, nuk besoj se njerëzit e pranojnë me kaq. Në këtë qark, Partia Socialiste kryeson me 52% kundrejt 34% të demokratëve. Përfundon numërimi i votave në qarkun e Gjirokastrës. Rezultatet konfirmojnë një fitore të thellë të Partisë Socialiste që jo vetëm ruajti 3 mandate, por ka shtuar ndjeshëm avantazhin në përqindje krahasuar me zgjedhjet e kaluara. Partia Socialiste mori 24.457 vota ose 62.23% duke fituar 3 mandate. PS shënon një rritje të ndjeshme prej 8.3% nga viti 2021, kur rezultati i saj ishte 53.9%. Koalicioni Partia Demokratike Alianca për Shqipërinë Madhështore ka marrë 11.596 vota ose 29.51% duke ruajtur vetëm një mandat. Por krahasuar me vitin 2021, Partia Demokratike Alianca për Shqipërinë Madhështore ka humbur 14.2% të mbështetjes nga 43.6% në vitin 2021. Pritet të numërohet dhe votat e diasporës. Në qarkun e Beratit janë numëruar të 275 kutitë e votimit. Partia Socialiste e Shqipërisë ka siguruar 36.863 vota që përbën 57.64% të totalit. Koalicioni Partia Demokratike Alianca për Shqipërinë Madhështore renditet e dyta me 19.486 vota. Sipas rezultateve të deri tanishme, Partia Socialiste siguron në këtë qark 5 mandate, ndërkohë që Partia Demokratike Alianca për Shqipërinë Madhështore merr 2 të tilla. Socialistët arrin të marrin dhe mandatin e 12 në qarkun e Fierit kundrejt 4 të Partisë Demokratike. Ndonse do të pritet deri në numërimin e kutisë së fundit për të shpallur fitoren, kur u numëruan rreth 91% e kutive të votimit, Partia Socialiste arrin të garantojë 88.000 vota ose rreth 62%, ndërsa Partia Demokratike fitoi rreth 36.000 vota ose rreth 25.75% të votave të blefshme. Në intervistë televizive, drejtuesi socialiste i qarkut të Fierit, Bilinda Balloku, argumenton brishtësinë e mandatit të 12, ndërsa vlerëson se rezultati është edhe përtej pritshmërive. Kemi qenë të bindur që do të arrijmë mandatin e 11, e cila nuk është thjesht një fitore, por është një triumf, duke qenë se është një fitore e paprovuar më parë, ndërkohë që për mandatin e 12 do të thoja që ti planifikon, por edhe ëndërron. Tani mandati 12 është i brisht dhe këtë dua ta them sepse nuk më pëlqen që të them që jemi duke festuar etj, jemi shumë të qetë, jemi duke pritur numërimin e secilës kuti, pavarësisht se ne kemi projeksionet tona dhe pak a shumë e dim se çfarë ka në për kuti, pavarësisht se kutitë që vijnë janë edhe kuti më të mira nga çka kemi numëruar.
Demokratët konfirmojnë fitoren në bastionin e tyre. Në përmbyllet procesit votimit, PD Alianca për Shqipërinë Madhështore mblodhi 18.934 vota. PD ruan 2 mandate deputetësh. PS është forca e dytë me rreth 10.000 vota dhe mban mandatin e vitit 2021. Partia Social-Demokrate ka shënuar një rritje në 14.15% e votave, por pa siguruar dot mandat. Demokratët arrin të ruajnë shumicën në qarkun e Lezhës. Pas përfundimit të numërimit të 245 kutive të votimit, Partia Demokratike siguron fitoren e rreth 45.13% të totalit, ose 298.000 vota. Socialistët marrin rreth 28.000 vota, ose 42.23% të tyre, duke siguruar 3 mandate deputetësh, ndërsa Demokratët fitojnë shumicën me 4 mandate deputetësh. Partia Demokratike njofton se nuk pajtohet me rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit. Sali Berisha njoftoi organizimin e një proteste më datë 16. Një deklaratë për mediat e akuzoi mazhorancën për manipulim masiv të zgjedhjeve dhe blerje të votave, duke cilësuar si zgjedhjet më të dhënuara në historinë e pluralizmit shqiptar. Këto ishin zgjedhjet më të grabitura, më të plaçkitura dhe më të dhunuara në tërë historinë elektorale të Shqipërisë pluraliste. Kur ndonjëherë bandat nuk kanë pru kaq shumë përfaqësues të tyre në parlamentin shqiptar sa në këtë parlament. Berisha pretendon se vota e diasporës është e falsifikuar dhe u bëri thirrje komisionerëve të opozitës që të dokumentojnë çdo parregullsi. Thirrja ime është kjo për të gjithë komisionerët që po bëjnë punë me vetmohim, të numërojnë çdo votë në dëshmi të respektit tonë të palkundur ndaj atyre që në kushtet terrori kanë votuar për opozitën. Çdo votë të regjistrojnë dhe të marrë shënim çdo parregullsi. Libri i zi këtyre zgjedhjeve shkruhet me datën 16 në ora 17 në bulevardin Zogu i Parë për të sensibilizuar opinionin publik botëror mbi krimet monstruoze të përbindshit elektoral Edi Rama, që nuk respekton asnjë rregull, asnjë ligj kombëtar dhe ndërkombëtar për zgjedhjet. SPAK regjistron procedim penal për veprën e korrupsionit aktiv në zgjedhje. Sipas kësaj strukture, një grup personash kanë premtuar dhe ofruar shuma monetare votuesve në 3 fshatra të rrethit Kukës për të votuar në favor të Partisë Social-Demokrate. Në kërkim kryeplaku i fshatit Lusen, ndërsa është vënë në pranga një tjetër person i kapur në flagrancë. Prokuroria e posaçme po vjon timet për të identifikuar dhe vënë para përgjegjësisë penale persona të cilët morën shumat monetare në këmbim të votave të tyre për subjektin politik. Kompania postare DL i ka kthyer përgjigje Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pas kërkesës për të dhënë sqarime lidhur me disa problematika të konstatuara në Greqi. Në të thuhet se numri i zarfeve të dorëzuara në Greqi është 61.000, ndërsa të tërhequra janë 52.000. Lidhur me ankesat për procesin në Greqi, DL thekson se ai nuk është deleguar dhe se dërgesat janë kthyer në përputhje me procedura standarde, në të cilat përfshin firmosit të personit marrës në dorëzim. Kompania thekson gjithashtu se nuk ka asnjë rast që njoftimi nuk është bërë nëse marrësi ka patur numër telefonit regjistruar në regjistrin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve apo email aktiv dhe se nuk ka pasur asnjë raportim për dërgesa që nuk janë dorëzuar emigrantit. Në të gjitha kërkesat për verifikim janë vetëm 5 raste në total në të gjithë vendet, përfshirë Greqinë, që janë ndjekje për verifikim. Çdo dërgesë e dorëzuar ka provë dorëzimi, thuhet në reagimin e kompanisë DL. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.